çdo shkak që të çon tek harami, edhe ky shkak bëhet haram. Jo rastësisht Omeri radiallahu anhu çka boni? Atë palmë, asaj palmës çka i boni? E rrafshoi në tokë e hek. Mirë. Fillimisht vllazni ata sahabit apo muslimanët që ecnin dhe rrinin aty, pushonin te ajo pemë aty. Pemë, dru, palmë, çfarë do që ti dëshiron me i thonë? A kanë bo shirk? Jo. Pse e heki ato? Sepse ky mund të jetë shkak për me arrit tek shirku. Bukur. Pse pejgamberi alayhis salam nuk e lejon mja u dhon dorën grove? Pse e ka ndalu Resuli alayhis salam mu kon një mashkull dhe një femën me qenë të vetmuar me një vend caktuar të mbyllur? Pse e ka ndalu? A do të gjitha këto shkaqe që 100% e bëjnë haramin direkt shkojnë te harami i madh? Jo. A ka që punojnë për shembull me një zyre burra gra? Apo dhe vetmohen? A themi që janë të bëjnë zina? Jo. Mirë, po këto janë shkaqe që të çojnë te harami. Bukur. A kiti rast konkret vllazni? A kemi rast konkret pranverën e ashtu quajtur arabe që thotë shef zoni vjeshtë arabe që nga protesta çka u bë? U shkatru ekonomia, u dhunuan gratë muslimane, gjakderdhje, luftë civile, u futën shijat, u futën kufart. Krejt zezat i erdhen botës muslimane me pretekstin e ndryshimit se ky pris është kafir, nuk dyshojmë në kufrin e disa prisave që janë kafira, por se sherri u bë më i madh. Mirë, nëse ti thu protest paqësore, është vetëm çështje kohe që nuk të shndrohet në dhunë. Protest paqësore i bie vllazni këtyre vllaznive më ju thonë, e mora një shembull e qita në Facebook, sikur një person që dëshiron me bë dritë ose çfarë dritën e merr në formë të zjarrit dhe i është afruar kujt? Naftës, benzinës, gazit. Çto protesta? E ki njetin e mirë dhe po thon po du m'ju dhon dritë të tjerëve. Çtu e ki naftën, benzinën, gazin, ky po e dhes zjarrin. Pse po e dhes zjarrin o vlla? Tha po e dhezim ju dhon dritë të tjerëve se s'kan errësirë. Bukur, pa jetu e diti që aty e ki naftën edhe gazin edhe këto gjërat që janë material ndezës, a e den se që ky zjarri yt ndikon të që kjo naftë dhe që ky gaz që mu koll edhe mu mbyt krejt që ata që janë në errësirë, a është ma mirë mu mbyt ata apo me net në errësirë? S'no është ma mirë. Nëse selçon ky pushtetin, dine që gjakderdhje kanë mu bo. E mandej mos u çoni ju xhallar që keni fol pro protestave, na nuk jemi për dhunë. Ti e bën shkakun. A të ngun populli aty. Një pjesë njohat ka ngu vllai jam. Një person atë ka ngu. Me fetfon tonde ka shku brenda që aty u bo pjesë që asaj proteste dhe vdiq në atë protest. Ti ki me dhonë llogari për gjakun e ti. Pse e ki leju me shkuat? Sepse ne kemi thonë, e kemi hap gojën tankohen, të ju thonë, moni se kjo nuk është rrugë selefie. E ndryshimit, rruga selefie e ndryshimit, ulemat selefi kanë thonë, rregulloj vetën tonde. Pas të rregullimit vetës tonde, Allah subhanahu wa taala e largon pushtetorin e keq. Ama ju jeni një popull që nxitoni. Po na marrin tokat, po na marrin këto, po na marrin ato. Bukur. E heke këta me luftë, çysh e ke këta? Vjen tjetri, vjen një opozit tjetër edhe ata çohen protesta, hajde se edhe ky s'po na pëlqen. Edhe vazhdon zinxhir. Mësosh. A ke rastin e Egjipt çështu? A ke Mubaraku? Vllazni. Çysh urdhzu? Me çka urdhzu? Me protesta, bukur. Kush jeni? Mursi. Me çka urdhzu? Prap me protesta. E më të krejt. Domthon nuk ka hajër o vllazni, nuk ka hajër. S'pi kuptoj, nuk pi kuptoj hoxhallar, se xhamati tamam e uforik se mund të mos mi ditë do detaje, ama hoxhallar do s'pi kuptoj Allah. Muhamedi s.a.s. e la me vendin e shet krejt muslimanëve. E la, çka po do? Apo do me bë luftë civile? Po ku ndryshimi? Ndryshimi jo kthimi i muslimanëve në akiden e vërtet, në ibadetin e Allahut subhanahu wa taala. E dyta, sensibilizo masën e gjon intelektualet duke fol kundër këtij fenomeni, edhe nesër kur dalin pastaj votat vetë populli i rrezon pastaj. Po dhe hiç mos merzu me vota, Allahu subhanahu wa taala për shkak drejtësisë popullit, që Allahu zotëgjel për shkak drejtësisë popullit. Frikës ndaj Allahut, Allahu një pushtetar të keq çka i bën? Ose ja merr shpirtin ose rrezon pe pushtetit. Se është Allahu zotëgjel në ajet kuranor ku thot ne i bëm disa prisa zullumçar mbi ato që kanë bota vetë. Bukur. Nëse Allah subhanahu wa taala po do me dënu nëpërmjet një prisi zullumçar, nëpërmjet një prisi kafir, apo
Apo don ti dënimin e Allahut me hek me shpata? Kështu ka thon Hasan al-Basriu. Po don Allahu zot me të sprovu me një pris zullumçar, me një pris kafir, me një pris të keq zullum po të bën. Edhe ti po don me ndryshu gjendjen me shpata? Qysh kthehet? Me pendim. Sepse është urtësia Allah subhanahu wa taala që ka me ta çuni njëri të keq se ti je tu vjerë, ti je tu rrejt, ti je tu bo mashtrime, ti je tu i bo të zezat. Edhe për atë arsye Allahu subhanahu wa taala ta çoni pushtetar, edhe të rroh, edhe të maltreton, edhe që toksa, edhe çdo sen të bën shkaku që ti nuk je mirë me Allahun azza wa jalla. Mësoni këtë ekuacion o vllazni. Duhet me mësu këta. Edhe kjo është metodologjia e drejtë. E murse mur, nuk i çka bën. Nuk i çka bën. A e din që ka lobet ndryshme që janë të dy partë jahudimuin më konë, që të dy lobet në mes veti luftojnë për pozitë. Njëri me Sorosin, njëri me Rothschild, njëri me Kuedione, dhe tash ti bënu pjesë e saj. Pse më bëu musliman pjesë e saj, valla? Pse mi shpërtopun me shku si besimtar? Shqipënisë, Kosovës i vyn besimtar drejt, sepse gjaku i muslimanit është i vlefshëm, gjaku i besimtarit është i vlefshëm, o vllazni. Kur po bën kërdit, kur pja bëni terrenin e përshtatshëm ju, disa prej hoxhallarëve protesta pacore, edhe kur po bëhet rrëmuja, kur po dalin mas në organizatat tekfiriste aty, edhe po bëjnë kërdin mesin e muslimanëve, çohet hoxha tërhiqet, jo mos të reqiq. Sa nona kanë aty, ti që këthirë në protesta aty, që ja kanë mytë, tu piskat të bërtit aty. Këto sanët hiq s'pi bëjnë, të mdhaja. Pikrish që ta hoxha Allah, mas e prap të famshëm po janë. Pse se po din me këthy, lojen be këthej. Nuk bën kështu. I ki ulemat, pyti ulemat. Jënë gjallë, Sheh Fevzani është gjallë, Sheh Abadi është gjallë, Sheh Kuedione, Suleman al-Ruhili, plot ulema janë gjallë, pyte mërë ata, pse s'pi pyte ata? Ata s'po t'i lejnë këto sene. Ku pe merë ti këtë fetfa? Nuk po m'ledhin mend. E pejgamberi sa sam, që ka thonë? Muslimanin nuk e ha gjarbni, nuk e kafshon gjarbni, për herë dytë. Njerë, atë ka hongër gjarbni. Mo ka dole vllot, t'ja spate rast konkret pranvire robe që ka u bo vllot. Allah ju zoft.